Në kuadër të 81 vjetorit të çlirimit të Vlorës, në qendrën kulturore të qytetit u zhvillua një aktivitet artistik letrar që bashkoi në skenë krijuese mësues, nxënës dhe dashamirës të artit e kulturës. Nëpërmjet poezive, këngëve dhe interpretimeve artistike, pjesëmarrësit përcollën mesazhe poetike dhe nderuan kujtimin e dëshmorëve që sakrifikuan për lirinë e vendit. Për ulemi me nderim dhe respekt para kujtimit atyre që çliruan Vlorën dhe Shqipërinë gjatë luftës antifashiste nacional shqiptare. Ata që bën luftën, që çliruan Vlorën në Shqipërinë, pothuaj nuk i kemi midis nesh vetëm fizikisht, sepse disa u shndruan qysh në ato vite të stuhishme yjet pashuar, të tjerë tash mekaniku larg, janë gjitur lart, kanë shkuar të kyjet. Rallë gjemë ndojnë breth të barë lirie në pleqërit shkuar. Përveç librave të nivelit akademik, për historinë e Lançit, i kemi të gjalla në kujtesën tonë tregimet, rrëfimet e kujtimet e veteranëve si balada të fjalëve që flakërojnë ndër vitet e luftës për liri. Dhe veteranët e luftës për liri, si ata lisat e mollë që mërzohen, të bekuarit të regojnë histori, rryet, që çdo ditë në afrohen. Ata ikën. Tani jemi ne, më të rinjt, pasardhës të idealeve të tyre fisnikisht të larta. Është detyra jonë që ta vijojmë stafetën e edukimit dhe të adetar, që kronikën e ditëve të stuhishme, tregimet e tyre, ngjarjet e bombat e tyre, t'ua transmetojnë brezave që nuk i njohin këto histori heroike. Është misioni ynë që t'i flasim kohës me zërin e tyre pik. Vlorës son të dashur, për kontributin e dhënë në lufta për liri dhe pavarësi është dhënë titulli qytet hero në vitin 1962 me rastin e 50 vjetorit të shpalljes pavarësisë kombëtare. Gjatë luftës antifashiste nacional shqiptare, Vlora u bë një nga vatrat më të rëndësishme të saj dhe dha një kontribut të rëndësishëm në çlirimin e vendit nga pushtuesit nazi-fashist, të cilët hodhën erë portin dhe ushtruan terror të egër masiv ndaj popullsisë civile, duke arrestuar e internuar në kampet e përqendrimit 10 banor të Vlorës. Aktiviteti u zhvillua në bashkëpunim me Bashkinë e Vlorës dhe institucionet arsimore të qytetit, duke sjellë një atmosferë festive dhe plot emocione në nderim të disa datave më të rëndësishme të historisë lokale. Që vazhdojmë luftën për të pushuar luftën me luftë. Kur na e vonojnë të tjerët, e shpikim vetë, e gatuajmë si bukë. Në tokën time teatr tragedish, të gjithë janë njëkohësisht dramaturg dhe aktor. Shikues nuk ka sufler, nuk ka regjisor. Në dheun tim ka 2000 vjet që edhe korbat po bëhen të bardhë. U thinjën, u zbardhen edhe korbat e gjorë, prej të merit, prej çfarë? Ishte e tëra në sytë e tu, ti dhe udhët e detit, nuk e di. Këndojnë blegërim e deleve, e lëndinat në arë. 81 vjetori i çlirimit të Vlorës shënon jo vetëm kujtesën e sakrificës, por dhe vlerësimin e brezave të rinj ndaj historisë dhe identitetit kombëtar.